Dje rreth orës 14:30 në rrugën Fushanska në Tetov, pjesëtarët e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin SB 27 vjeç nga Tetova për shkak se kishte kërcënuar me pistolet dhe thik gjatë kryerjes së detyrave zyrtare pjesëtarët e policisë. Atij i janë sekuestruar një pistolet Walter me një karikator dhe 6 plumba, si dhe një thik. I njëjti është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëmë rreth orës 22:15 në fshatin Kamjan të Tetovës, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor në Kamjan kanë arrestuar personat AB 35 vjeç nga fshati Poroj dhe DA 21 nga fshati Pallçishti Epërm për shkak se janë sjellë në mënyrë agresive dhe nuk i kanë respektuar urdhërat e tyre gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Të njëjtit janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'u përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëmë rreth orës 19:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, JF 36 vjeç nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 19 pas një keqkuptimi paraprag dhe një grindjeje të shkurtër është sulmuar fizikisht nga AI, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Mbrëmë rreth orës 20:30 në stacionin policor në Gostivar, ATV 37 vjeç nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 18:30 në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar, 2 djemtë e saj të mitur janë sulmuar fizikisht nga 3 burra dhe një grua. Sipas denoncimit, gjatë sulmit, gruaja ka nxjerrë edhe një thik, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 14:15 në stacionin policor në Gostivar, UZ 43 vjeç nga fshati Çajle e Vjetër ka denoncuar se rreth orës 14:10 për shkak të një keqkuptimi rreth një traktori të parkuar në hyrje të një are dhe pas një grindjeje të shkurtër është sulmuar fizikisht nga XX nga i njëjti fshat, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit.